Rahu lidhet me udhëheqësit, mbretërit, drejtuesit, pushtetin, do thotë çdo zhvillim dhe çdo ngjarje që ndos, thuaç ose ndikohet nga eklipsi do të zmadhohet më shumë se zakonisht. Për shembull, më shumë tërmete gjatë kësaj periudhe. Marsi hyn në binjak më 2 gusht e nga 12 gusht deri në 2 shtator kalon në një nakshatra që quhet Ardra, e sunduar nga Rudra, hynia e stuhive. Pra kjo periudhë lidhet me mundësinë e stuhive të ndryshme, të fuqishme, uraganeve, fenomeneve ekstreme të motit, sipas interpretimit astrologjik vedik. Ta quanim tmerr për liderat politik, sepse në 22 gusht atë ditë dielli do të bashkohet me Ketun, pra planetin Hije, në 5 gradë të Luanit. Domethënë aty ndodhet një yll që quhet Regulus dhe tradicionalisht Regjina, keni parasysh re, ilre, mbret. Pra kjo lidhet tradicionalisht kjo lloj energjie me mbretërit, udhëheqësit, figurat e pushtetit botëror, ato liderat, udhëheqësit botëror, gjithashtu për liderat, domethënë kundra liderave, ose diçka e keqe mund të ndodhë. Dhe kjo pra është një periudhë shumë e vështirë për udhëheqësit botëror. Flasim për 22 gushtin sidomos, ose pas 22 gushtit. Energjia është e tillë të shohim çfarë do të bëhet.